vogël, ato ditë të zeza më dukeshin si 50 vjet. Nga e dija unë, se ajo një nur ishte e fundit e kënduar nga nëna ime, e cila më donte më shumë se jetën e saj. Nëna është gjithçka. Nëna është shpresë. Nëna është motiv dhe forcë. Fjala nënë ka kuptimin e një bote të tërë, të mbushur me plot dashuri. Gjithçka që ajo ka, jemi ne. Dhe gjithçka që ne kemi, janë merit e saj. Nëna është personifikimi i dashurisë, forcës dhe vepshurisë. Nëna është rrezja më e bukur e diellit, që ta ngroh shpirtin çdo ditë. Nëna është heroina ime, dhe shpirti i saj është te saj, që do të vazhdoj të shkëlqej përjetësisht. Nëna është gjëja më e mrekullueshme që ka krijuar natyra. Lumë ju që e keni nënën, përqafojeni dhe putheni sa më tepër, sa nuk ju kanë ngelur pemë, sepse jeta ka një fund. Në ato momente që mendoja se askush nuk mund të më zëvendësonte nënën, në jetë më erdhi një mrekulli dhe bekim që ishte mësuesja ime. Për mua, ajo bën nënë, baba, motër e vëllai. Mësuesja për ne është mjeke dhe një grua nga e cila marrim këshilla. Ajo na i kupton problemet tona edhe pa i treguar. Mësuesja e jep më të mirën nga vetja e saj vetëm për ne. Ajo na inkurajoi dhe na mbështeti aq shumë sa mësuam t'i besojmë dhe vetes. Këshillat e mësueses janë fjalët që na ndjekin gjatë gjithë jetës dhe na udhëzojnë si një busull. Mësuesja na mësoi se ngrohtësia e dashurisë mund të shërojë të gjitha plagët. Ajo krijoi për ne ambientin më të ngrohtë familjar. Mësuesja na do me dashuri të pakushtëzuar dhe ka një përkujdesi të palodhur ndaj nesh. Mësuesja na mësoi si të jemi njerëz të mirë, të drejtë, të qëndrojmë të fortë përballë vështirësive dhe të duam me zemër të hapur. Ajo na mësoi se bukuria nuk është në pamje, por në shpirt. Na mësoi se bukuria e vërtetë vjen nga brenda, se është një reflektim i shpirtit dhe karakterit. Mësuese, kjo dhuratë të përket ty. Dikur, kjo dhuratë ka qenë e nënës time. Ju mësuesit jeni ata të cilë ndihmoni çdo nxënës në çdo aspekt. Prandaj, unë dëshiroj që në të ardhmen të bëhem si ju. Të jem ardhmëria, shpresa dhe mrekullia e dikujt tjetër. Faleminderit për çdo send, për çdo gjë dashurie dhe çdo sakrificë që keni bërë për ne.
Mësuese, ju jeni frymëzimi i ynë dhe jeni gjithçka që na keni bërë të kënaqur me veten. Mësuese, faleminderit që më keni dhënë dashurinë më të sinqertë në botë. Prindër dhe mësues të dashur, ju jeni persona të pazëvendësueshëm dhe personat më të rëndësishëm në jetën tonë. Ju jeni njerëzit më zemërmirë që ne kemi njohur. Për ne, ju jeni njerëzit më unik dhe më perfekt. Prindër dhe mësues të dashur, ju jeni ata që besoni tek ne dhe na motivoni edhe kur ne dyshojmë në veten tonë. Ju jeni pjesa më e rëndësishme e shpirtit tonë. Prindër dhe mësues të dashur, ju jeni persona që punoni dhe kontriboni për të ardhmen tonë. Ju jeni mbështetja jonë më e madhe. Ju jeni themeli i suksesit tonë. Prindër dhe mësues të dashur, ju duam shumë, jemi pafundësisht mirënjohës për gjithçka që keni bërë për ne. Urime 7-8. Përshëndetje, ne jemi klubi mediatik dhe sot gjendemi në shkollën 25 maj. Sot vendosëm të bëjmë një intervistë me grupin e dramës së gjuhës shqipe për ditën e mësuesit. E jani me ne. Nazire, cili ishte mesazhi i monologut që thatë? Mesazhi i monologut, apo kryesisht mesazhi i gjithë dramës, ka qenë që t'i duam, t'i respektojmë, t'i vlerësojmë dhe të kalojmë sa më shumë kohë me njerëzit tonë të dashur, se mund të vijë një moment në jetën tonë ku nuk do t'i kemi afër. Gjithashtu edhe t'u dim vlerën mësimdhënësve për gjithçka që bëjnë për ne. Ana, çfarë mësove nga roli i mësueses? Unë nga roli i mësueses mësova të gjithë kontributin dhe shpirtësinë që jepin mësimdhënësit dhe nxënësit. Çfarë mesazhi përcjell personazhi yt? Personazhi ishte një fëmijë që luante me shokës si loja me duar dhe me ngurë. Si përjetova rolin e një jetimeje. Të luash rolin e një jetimeje ishte një eksperiencë emocionuese. Duhet të futesh në thellë në ndjenjat e dikujt që nuk kishte prindin, dhe të kuptoja dhimbjen, mungesën e prindit dhe se sa forcë ka për ata humbin gjysmën e jetës së tyre. Dhe ky rol mua më mësoi se secili prej nesh duhet të kujdesemi për prindërit tanë dhe t'i duam shumë një dashuri shumë të madhe dhe t'i ruajmë si sytë e ballit, sepse jeta të përballë me sfida të ndryshme. E drejt, cila ishte pjesa juaja e preferuar e dramës? Pjesa ime e preferuar e dramës ishte duke luzur me shoqe. Cili ishte momenti më i vështirë i dramës? Momenti më i vështirë i dramës ishte recitimi i monologut për jetën e jetimës. Këto ishin pyetjet për personazhet e dramës, Sheri e Dram.